Pas pamjeve që pushtuan në rrjetet sociale, në Velipoj ka nisur një operacion i gjerë pastrimi pas prurjeve të shumta që kanë sjellë një sasi të konsiderueshme mbetjesh në Bregdet. Ekipet e shërbimeve publike të Bashkisë Shkodër dhe 3 fadromet ndërmarrjeve të bashkisë janë angazhuar në terren duke punuar intensivisht për pastrimin e gjithë brezit ranor. Puna pritet të vazhdojë deri në rikthimin e plotë të normalitetit. Bashkia Shkodër është sot me gjithë punonësit e saj e angazhuar në një aksion masiv për pastrimin e gjithë sipërfaqes të rrës në plazhin e Velipojës. Me porosi të kryetarit bashkisë, zotit Benet Beci, sot gjithë strukturat po angazhohen me mjetet e tyre për të ndryshuar gjendjen e pastërtisë në plazhin e Velipojës. Një aksion faktikisht i mirëmenduar sot, duke përfshi një numër të konsiderueshëm punonësish dhe mjetësh, pasi gjatë gjithë kësaj kohet është njekur me shqetësim situata e krijuar nga depozitimi i këtyre metjeve në sipërfaqen rëndore të plazhit të Velipojës. Aksioni do të vijojë në ditët në vijim deri në pastrimin total të gjithë sipërfaqes rëndore të plazhit të Velipojës. Sipas autoriteteve vendore, mbetjet e sjellura nga prurjet janë rezultati i ndotjes së lumenjve dhe përrindjeve në territor, çka tregon se çdo ndotje e hedhur në mjedis përfundon sërish në natyrë dhe në zonat tona turistike. Institucionet apelojnë për rritje përgjegjësisë dhe ndërgjegjësimit, duke theksuar se mbrojtja e mjedisit fillon nga veprimet e përditshme të çdo qytetari.